në një sulm të hapur dhe të paprecedent nga ambasadori aktual në Tiranë, zoti Donald Lu, lidhur me qëndrimet e institucionit për sa i përket reformës në drejtësi dhe kandidaturave për antar të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Dëshirojmë të njoftojmë median dhe nëpërmjet jush edhe opinionin publik shqiptar se këto sulme të rësisht jo diplomatike nuk janë as pak të reja për institucionin e prokurorisë së përgjithshme. Sa i përket reformës në drejtësi, Prokuroria e Përgjithshme dhe prokurorët kanë mbështetur që në fillimet e saj nevojën për reformim. Në qëndrime zyrtare dhe publike, Prokuroria ka identifikuar problematika në draftet kushtetuese dhe ligjore, për të cilat ka shprehur qëndrimet e saj parimore dhe në frymën e së drejtës. Duhet theksuar se këto qëndrime kanë gjetur mbështetjen e plotë në opinionin e Komisionit të Venecias, i cili siç dihet tashmë ka rrëzuar një pjesë të konsiderueshme të drafteve të propozuar nga ekspertët e huaj, të mbështetur publikisht nga ambasadori Lu. Sa i përket procedurës të kandidimit të antarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ftojmë zotin Lu dhe ekspertët e tij të rilexojnë ligjin përkatës mbi kriteret e antarëve të këtij institucioni. Është shumë e rëndësishme që ambasadori Lu të lexojë variantin zyrtar, si në shqip, ashtu edhe në anglisht. Prokuroria e Përgjithshme i bën të qartë zotit Lu se nëse është mësuar të jetë zot në ambientet e prokurorisë e politikës shqiptare, këto nuk mund të realizojnë institucionin e prokurorisë. Për fat të keq, Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka shumë paqartësi brenda të cilat kanë shkaktuar kaos institucional të papranueshëm. Zoti Lu mendon se ka në dorën e tij fatin e prokurorisë ku shantazon institucionet për mbyllje hetimesh apo me heqje vizash. Duhet ta ketë qartë, ai dhe kushdo tjetër, që për të përmbushur detyrimet kushtetuese dhe ligjore, prokurorët e Republikës nuk kanë nevojë për viza. Këto presionet e ambasadorit amerikan në Tiranë janë tipike sorosiane, të cilat kërkojnë të manipulojnë opinionin publik dhe të zhvlerësojnë institucionet. Ky reagim e ambasadorit amerikan në Tiranë, Donald Lu, vjen menjëherë pasi Prokuroria e Përgjithshme njoftoi zyrtarisht krerët më të lartë të shtetit shqiptar, presidentin e Republikës dhe kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, mbi presionet dhe shantazhet e vazhdueshme të ambasadorit Lu kundrejt institucionit. Duke kërkuar mirëkuptimin tuaj për kohën, dëshirojmë t'i prezantojmë letën e plotë që është dërguar autoriteteve më të larta shtetërore shqiptare për veprimet jo diplomatike të ambasadorit Lu. Letra është drejtuar shkëlqësisë së tij, zotit Bujar Nishani, presidenti i Republikës, dhe zoti Ilir Meta, kryetari i Kuvendit. Citojmë letrën. Të nderuar zotërinj, ju informoj se Prokuroria e Përgjithshme e Republikës gjendet gjatë ditëve të fundit në një presion të hapur nga ana e ambasadës së Shteteve Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Nëpërmjet një lëvizje as pak diplomatike, prokurorit të përgjithshëm i është anulluar viza diplomatike, si disa prokurorëve të lartë ju janë anulluar gjithashtu vizat e dhëna nga kjo ambasadë konform rregullave të parashikuara nga ligjet e shtetit. Në vlerësimin e prokurorisë së përgjithshme, kjo lëvizje për të cilën ritheksojmë që është as pak diplomatike, ka disa arsye të cilat lidhen me qëndrime dhe përfitime personale të ambasadorit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë, zotit Donald Lu. Pak javë më parë, ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë njoftoi prokurorin e përgjithshëm se është anulluar vizat diplomatike e tij dhe bashkëshortes së tij. Si shkak për këtë veprim, të rësisht në kundërshtim me frymën e bashkëpunimit, ka shërbyer një udhëtim për arsye shëndetësore në SBA i bashkëshortes së prokurorit të përgjithshëm. Ky veprim i ambasadorit Lu është vijim i sjelljeve shantazhuese që ai ka prezantuar ndaj institucionit të prokurorisë së përgjithshme. Prej kohësh zoti Lu, duke prezantuar si nxitës i reformës në drejtësi në Shqipëri, ka kërkuar me presion që Prokuroria e Përgjithshme të mbajë qëndrime hapur pro paketës ligjore, edhe në ato raste ku projekte ligjore, siç ka rezultuar më pas nga opinioni i Komisionit të Venecias, kanë qenë të rësisht në kundërshtim me normat kushtetuese, si dhe me respektimin e të drejtave të njerëzit. Në komunikime zyrtare dhe informale, ambasadori Luja ka bërë të qartë prokurorit të përgjithshëm se nëse nuk do të mbronte publikisht ndryshimet ligjore, do të kishte pasoja personale dhe institucionale. Gjithashtu, ambasadori Lu në më shumë se një herë ka ushtruar presion ndaj prokurorisë së përgjithshme për të mos vijuar hetimet ndaj disa kompanive për të cilat kanë ekzistuar dyshime se kanë shkelur ligjet shqiptare. Rasti më flagrant, i cili është i dokumentuar me shkresë zyrtare, i bërë publik edhe në media, i referojnë ndërhyrjes së drejt për drejt ambasadorit të Shteteve Bashkuara të Amerikës në Tiranë në hetimin që Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Fier nisi ndaj kompanisë së naftës Bankers Petroleum. Kjo kompani akuzohej nga media dhe banorët e zonës ku ushtronin aktivitetin se u kishte sjellë dëme të pariparueshme në pasuritë dhe shëndetin e tyre. Për këtë rast,
ambasadori Lu ka kërkuar në kundërshtim me çdo lloj komunikimi diplomatik dhe ligjor që hetimi të mos vijonte, pasi pasojat do të godisin në mënyrë të drejtpërdrejtë prokurorin e përgjithshëm. Kjo është dhe letra e cila është bërë publike më përpara në media. Të nderuar zotërinj, Ambasada e Shtetit Bashkuar në Tiranë ka revokuar vizën ndër të tjerëve dhe drejtorit të marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë, njëkohësisht dhe drejtues i sektorit të dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme. Drejtori, i vetmi prokuror magjistrat në Prokurorinë e Përgjithshme, ka mbajtur qëndrime thellësisht profesionale sa i përket paketës ligjore të reformës në drejtësi, dhe ka shprehur opinione për disa problematika në praninë të ambasadorit amerikan, si dhe ekspertëve të tjerë vendas dhe të huaj. Prokuroria e Përgjithshme vlerëson se edhe veprimi as pak diplomatik ndaj prokurorëve është një reagim ndaj qëndrimeve parimore të tyre, të cilat nuk përkonin plotësisht me projekte ligjore të mbrojtura nga ambasadori dhe disa prej ekspertëve të tjerë vendas dhe të huaj. Prokurori në fjalë është një ndër zyrtarët më të rëndësishëm të prokurorisë shqiptare sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtar, sidomos në luftën kundër terrorizmit global dhe krimit të organizuar transnacional. Gjithashtu, në drejtim të strukturës shumë të rëndësishme të dekriminalizimit në Prokurorinë e Përgjithshme, e cila tashmë ka nisur të japë rezultate konkrete në përjashtim e disa deputetëve nga Kuvendit i Shqipërisë, si dhe të disa zyrtarëve të lartë nga administrata shtetërore, të cilët rezultojnë të përfshirë në veprimtarinë e krimit të organizuar brenda dhe jashtë vendit të territorit të Republikës së Shqipërisë. Kjo strukturë po vijon me veprimet e veta dhe rezultate do të prekin edhe deputetë të tjerë të Kuvendit të Shqipërisë, kryesisht persona të cilët ambasadori amerikan në Tiranë i ka shantazhuar publikisht dhe privatisht për të siguruar vota parlamentare për kalimin në parlament të projektit të mbështetur prej tij për reformën në drejtësi, ku mesazhe telefonike të dërguara nga kjo ambasadë janë bërë publike edhe në media. Ju informojmë gjithashtu se përfaqësuesi i Prokurorisë së Përgjithshme ishte kandidatur dhe tashmë është zgjedhur si antar i Këshillit të Emërimeve në Këshillin e Emërimeve Drejtësi, një ditë para hedhjes së shortit nga Kuvendi i Shqipërisë për përzgjedhjen e antarëve të KED-s për shkak të mungesës së konkurrencës. Kandidati vetëm për antar nga Prokuroria e Përgjithshme në këtë strukturë thirret me urgjencë nga konsulli në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Prokurori gjendej në një takim të IPAS 2014, i rrjetit prokurorëve të Ballkanit, që zhvilloi në Gjermani, dhe u detyrua të rikthehej me urgjencë duke vlerësuar se për shkak të pozicionit si drejtori i marrëdhënieve jurisdiksionale me jashtë mund të ishte temë diskutimi çështje me rëndësi ndërkombëtare, përfshirë dhe terrorizmin. Në takimin me ambasadën amerikane, prokurori çuditërisht nuk u prind nga konsulli, por nga një tjetër punonjës, i cili pa dhënë asnjë shpjegim, i komunikoi asaj vendimin për revokimin e vizës amerikane. Fakti që prokurori u kërkua me urgjencë në ambasadën amerikane vetëm një ditë para hedhjes së shortit për përzgjedhjen e antarëve të Këshillit të Emërimeve në drejtësi, vlerësohet si një manovër as pak diplomatike për të ushtruar shantazh ndaj përfaqësuesit të prokurorisë, por edhe institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme për interesat e segmenteve të caktuara politike që synojnë kapjen e institucioneve të drejtësisë. Në vijim ju informojmë gjithashtu se ambasada amerikane në Tiranë u ka revokuar vizën edhe disa zyrtarëve të tjerë të lartë të prokurorisë, të cilët kanë në nënhetim persona me pushtet në Shqipëri, të cilët njihen publikisht si faktor bashkëpunues të ambasadorit amerikan në Tiranë, zotit Donald Lu. Këta persona, të cilët gëzojnë mbështetjen e ambasadorit amerikan, janë pjesë të segmenteve të caktuara të politikës, por që ka dyshime që janë të lidhur edhe me botën e krimit të organizuar, të cilët po tentojnë në çdo formë për të delegjitimuar, shantazhuar dhe paralizuar institucionin e prokurorisë. Kjo sjellje kundër institucionit të prokurorisë, e cila pa agravohet edhe me ndërmyrjen as pak diplomatike të ambasadorit Lu, është në vijim të sulmeve të hapura kundër të gjithë trupës së prokurorëve gjatë 2 viteve të fundit, kohë në të cilën është diskutuar mbi reformën në drejtësi. Qëndrimet e ditëve të fundit të ambasadorit Lu, lidhur me revokimin e vizave, i shohim si kundërvënie ndaj qëndrimeve profesionale të trupës së prokurorëve ndaj drafteve ligjore për reformën në drejtësi të mbrojtura nga ambasadori amerikan në Tiranë. Vlen të theksojmë se shumë prej problematikave të prezantuara nga prokuroria u konsideruan të tilla dhe u korrigjuan edhe nga Komisioni i Venecias, i cili u investua për të dhënë opinion nga palët politike në Shqipëri. Pra nuk hezitojmë të shprehemi se sjellja e ambasadorit amerikan në Tiranë mund të konsiderohet edhe si hakmarrje e tij personale për qëndrimet parimore të Prokurorisë së Përgjithshme. Gjithashtu, nuk hezitojmë të shprehemi se kjo sjellje jo diplomatike nga ana e ambasadorit Lu është rrjedhimi i shantazheve të papranuara nga ana e prokurorisë lidhur me disa çështje konkrete hetimi për të cilat dukshëm ai ka pasur interesa thellësisht personale. Prokuroria e Përgjithshme dhe prokurori i Përgjithshëm në veçantë ju sigurojmë se institucioni do të vijojë të përmbush me korrektësi maksimale detyrimet e saj që rrjedhin nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe legjislacioni përkatës.
Ju sigurojmë se institucioni prokurorisë nuk do të shantazhohet nga asnjë faktor vendas apo i huaj në përmbushjen e detyrimeve të saj kushtetuese dhe ligjore. Institucioni ynë është i vetëdijshëm se me afrimin e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare në Shqipëri, të cilat zhvillohen në qershor të vitit 2017, segmente të ndryshme politike, të mbështetur edhe nga faktorë të jashtëm të lobuar, do të tentojnë të ushtrojnë presion dhe prokurorisë dhe prokurorëve të Republikës. Ju garantojmë se do të merret çdo masë për aq sa i takon institucionit që të sigurohet vota e lirë. Prokuroria e Përgjithshme do të vijojë të ndjekë me përparësi të veçantë zbatimin e ligjit për dekriminalizimin, me qëllimin e vetëm për të siguruar pastërtinë më të lartë të Parlamentit dhe administratës publike shqiptare. Gjithashtu, Prokuroria e Përgjithshme do të vijojë të mbështesë zbatimin e reformës në drejtësi, larg çdo presioni dhe shantazhi që synon deformimin dhe kapjen e institucioneve të drejtësisë. Duke ju falenderuar për mirëkuptimin tuaj, Prokurori i Përgjithshëm.